Të tjerët, për bindjen time të fuqishme, kanë premtime pambulesë. Ne kemi trend të vazhdueshëm. Realisht, lëvizja vetëvendosje nuk ka nevojë as të premtoj, sepse ju po e jetoni dhe përjetoni trendin e zhvillimit ekonomik dhe të shpërndarjes së mirëqenies. Ndërkohë që ata premtojnë pambulesë, thu se nuk i njohim nga e kaluara. Tash thonë, për shembull, rritje të pagave 50%. E kur ishin vetë ministra, paga rritej 4%. Pra ata kanë qenë ministra, paga rritej 4%, e tash që nuk janë ministra, thojnë paga do të rritet 50%. Po, a e dini edhe pse thojnë paga do të rritet 50%? Ata thojnë paga do të rritet 50%, e kjo do të rritet 60%, ajo tjetra 90%, sepse e din që ata s'kan mu bo. Se mos me thonë. Kjo është paradoksi dashur qytetar i premtimit të rrajshëm. Premtimi i rrajshëm thuhet pa përgjegjësi, pa kur fargojle, se s'ka mi ardh puna mu testu kur. Kur dëgjoni ndonjë kënd duke thënë, do t'i zvoglojmë tatimet, e do t'i rrisim shpenzimet, veç mendoni a thu kush i ka dhënë ekonominë sem këtij personi. Ose, ndoshta ka ikë prej orës, nuk bën me përjashtua atë. Pra, zvoglojmë tatimet, rrisim shpenzimet.